Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, tha në një postim në rrjetet sociale se vendi i tij po përballet me presione të ndryshme politike nga rajoni, duke përmendur në mënyrë direkte Prishtinën, Tiranën dhe Zagrebin, por shtoi se Serbia nuk do të devijojë nga kursi i saj shtetëror. Situata e sigurisë është disi më komplekse se sa në janar, kur e trajtuam atë kryesisht për shkak të veprimeve dhe aktiviteteve të mëtejshme të Aleancës Ushtarake të Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Angazhimi ynë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit nuk ka ndryshuar, dhe ne mund ta ruajmë atë vetëm nëse jemi mjaftueshëm të fortë dhe të fuqishëm, shkroi Vučić në Facebook. Ai shtoi se pavarësisht këtyre zhvillimeve, institucionet serbe do të vazhdojnë punën për forcimin e shtetit dhe mbrojtjen e interesave kombëtare në rajon. Si komandant suprem i forcave të armatosura serbe, tha se ka propozuar miratimin e një strategjie për robotizimin e këtyre forcave. Sipas tij, plani përfshin krijimin e një njësie ushtarake të pajisur me platforma robotike dhe dron sulmues me rreze të gjatë veprimi, si dhe përdorimin e municioneve fluturuese. Po ashtu ai paralajmëroi trajtimin e njësive speciale të zbulimit për përcaktimin e koordinatave të objekteve për përdorim të artillerisë dhe aviacionit, si dhe zgjerimin e përdorimit të dronëve në pjesë të tjera të ushtrisë. Vučić tha se këto masa synojnë modernizimin dhe rritjen e kapaciteteve ushtarake të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbrëm ka pasur një takim me emisarin special të Bashkimit Evropian, Peter Sorensen. Në këtë darkë pune, siç njofton zyra e kryeministrit, është diskutuar për integrimin e Kosovës në BE, si edhe për procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. I pranishëm në këtë takim ishte edhe Besnik Bislimi, i cili mori vëmendje të veçantë, kjo pasi që Bislimi për disa javë tashmë nuk e ushtron më funksionin e kryenegociatorit të dialogut. Përveç që ai se ka më këtë detyrë, Bislimi s'është as pjesë e kuvendit e as pjesë e kabinetit qeveritar të qeverisë së re të liderit të vetëvendosjes. Bislimi që dikur kishte detyrën e zëvendës kryeministrit me përgjegjësi për integrim evropian dhe zhvillim ekonomik, tash është emëruar nga Kurti në udhëheqës të zyrës për ekspertizë, zbatim dhe mbikëqyrje strategjike. Përveç Bislimit, në këtë darkë pune kanë qenë edhe Agron Bajrami, ambasadori i Kosovës në Belgjik dhe Bashkimin Evropian, si dhe Kreshnik Ahmeti, zëvendës ministër i jashtëm i Kosovës. Në anën tjetër, në vend të Bislimit, Kurti ka emëruar Jeton Zulfajn, kryenegociator të Kosovës me BE-n. Megjithatë, ky i fundit nuk ka qenë pjesë e takimit të mbrëmshëm me Sorensen. Timonin e dialogut nuk e ka Zulfaj. Dialogu Kosovë-Serbi do të udhëhiqet nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Glau Konjufca. Kështu ishte bërë ditur javë më parë nga vetë Ministria e Punëve të Jashtme pas një takimi mes Konjufcës dhe Sorensenit. Gjatë takimit, Konjufca informoi Sorensenin se procesi i dialogut tashmë do të jetë në udhëheqjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Në takim u diskutua momenti aktual në të cilin ndodhet dialogu, si dhe u shkëmbyen pikpamje mbi qasjen dhe parimet e nevojshme për të siguruar një proces më efektiv dhe të qëndrueshëm, kishte deklaruar Ministria e Punëve të Jashtme. Sidoqoftë, as Konjufca nuk ishte në darkë.